Miliona njerëz kaluan një natë të vështirë në Stamboll dhe në zonat përreth pas tërmetit me magnitudë 6.2 ball, që nuk shkaktoi të plagosur apo dëme serioze, por u kujtoi të gjithëve se qyteti më i madh i Turqisë ndodhet në një pikë tektonikisht të rrezikshme. Pas goditjet vazhduan gjatë natës së mërkurës deri te njëjtën, pothuajse të gjitha me magnitudë që nuk i kalonin 3 ball të shkallës Richter, me një lëkundje prej 4.2 Richter në orët e para të së njëjtës. Mira persona natën në hapësira të hapura ndezën zjarre për t'u ngrohur. Në të njëjtën kohë, autoritetet u kërkojnë qytetarëve që të qëndrojnë larg ndërtesave. Traumat janë ende të freskëta nga 2 tërmetet me magnitudë 7.8 dhe 7.7 të shkallës Richter, që rafshuan Turqinë jugperëndimore dhe Sirinë fshinje në fillim të vitit 2023. Duke lënë pas rreth 60.000 të vdekur në të dy vendet. Autoritetet turke raportojnë se më shumë se 230 persona, shumica e të cilëve në Stamboll, u plagosën kur u përpoqën të hidheshin nga ndërtesat gjatë tërmetit të fundit. Pothuajse asnjë nuk ka lëndime të rrezikshme për jetën. Në kërkimin e tij paraprak, Departamenti i Gjeologjisë dhe Gjeofizikës i Universitetit të Stambollit thekson se tërmeti lidhet vetëm me një pjesë të thyerjeve në rajonin e detit Marmara dhe rekomandon kujdes dhe vigjilencë. Ekspertët turq theksojnë gjithashtu se Stambolli ndodhet pranë çarjeve që mund të shkaktojnë tërmete edhe më të mëdha, me rezultate shkatruese.